Përgjigjen e pyetjes suaj e ka dhënë eurodeputeti Michael Gahler, i cili erdhi dhe vëzhgoi zgjedhjet, ishte pjesë e grupimit të vëzhgimit të zgjedhjeve në 2025-ën, i cili pasi pa këtu se çfarë ndodhte, shkoi në Parlamentin Evropian dhe ka thënë tekstualisht: krimi i organizuar pengon rotacionin politik në Shqipëri. Dhe më pas, në mos gaboj, në fillim të këtij viti, në një seancë sërish në Parlamentin Evropian, zoti Gahler ka thënë me vëzhgimet tona, me misionet faktmbledhëse që kanë ardhur në Shqipëri, qoftë nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian, qoftë nga Partitë Popullore Evropiane, ne vërem se korrupsioni, krimi i organizuar janë ngrit në nivel sistemik, pra nuk janë elemente të shkëputura, të cilat shteti i lufton, por është ngrit në nivel sistemik dhe shteti është bërë palë me këto grupe kriminale, me kartelet e drogës dhe me këta që pengojnë rotacionin politik. Programi OSBE Odirit, të gjithë kemi lexuar, kemi parë të përmbledhjen, është i balancuar. Pra aty janë këto elementë që ju thoni, ka dhe elementë tjerë të cilët flasin. Unë nuk mendoj se thash një gjë që është e pavërtetë. Jo, dakor, por janë ju e dini shumë si janë raportet OSBE Odirit. Unë nuk po flas për raportin në këtë pikë, po flas po flas për misionet faktmbledhëse që kanë ardhur nga Parlamenti Evropian, por këto nuk ndryshojnë realitetin faktik në terren, këtë dua të them. Nëse raporte të tilla kemi 30 vjet që jo, nuk mund ta relativizojmë. Shikoni, unë mendoj në Shqipëri përgjithsisht unë jam me bindjen që e keqja është banale. Nuk besoj që zoti Rama i la për mandatin e 4 gjithë zullumet e proceseve zgjedhore. Mendoj që po të njëjtat kanë qenë në 2021-2017. E diskutojmë këtë gjë. Unë mendoj që e keqja është banale. Përgjithsisht, i qëndroj kësaj bindje. Po është një gjë dhe më e keqja ajo që ndodh në Shqipëri në përgjithësi, që është relativizimi i të keqes. Përballë nesh kemi një të keqe që është kjo qeverisje autokratike dhe ne nuk mund ta relativizojmë një deklaratë të rëndë, mendoj unë, është një deklaratë shumë e rëndë të thuash që në një vend të caktuar krimi organizuar pengon rotacionin politik. Dhe ne jemi mësuar me të keqen. Këtu e kemi normalizuar atë. Dhe i themi fjalit pa peshën e dur që ato kanë, ose pa qenë të ndërgjegjshëm për peshën e dur të këtyre fjalive. Nëse ne themi që na mban peng krimi i organizuar, kjo është për të venduar në kokë. Zoti Kedi tani se duhet të bëj. Po e marrim të mirë që fjalia shumë domethënëse, shumë dramatike është në Parlamentin Evropian, gjithë ato nuk i heqin asnjë presje. Është e rëndë se në Parlamentin Evropian, është e rëndë sepse ndikon jetën e qytetarit shqiptar. Absolutisht që ndikon. Dhe sot çdo njeri jeton në një shoqëri të kriminalizuar. Ju, unë, qytetarët që na ndjekin. Megjithatë qytetarët kanë një nerv, kanë një puls dhe kanë një forcë reagimi. Dhe qytetarët shqiptar treguan që nuk ishin ndryshe nga qytetarët serb, qytetarët grek, qytetarët hungarez, bullgar, emirat. Pra qytetarët kanë 2 muaj në shesh, apo jo. Dhe janë çuar pikërisht për shkak të padrejtisë që ata e perceptojnë. Aty mund të ketë njerëz që kanë një problem pronësie, aty mund të ketë njerëz që kanë një problem sepse kanë gjithë familjarët në emigrim, mund të jenë njerëz që nuk përballojnë dot koston ekonomike, mund të jenë njerëz që kanë një problem strehimi. Pra njerëz me lloj-lloj problemesh. Opozita, aq më tepër partia kryesore e opozitës në çdo vend shërben si një katalizator i pakënaqësisë shoqërore për të bindur dhe për të prodhuar rotacion politik. Dhe fjala bie në sisteme të tjera, zoti Vučić në Serbi, zoti Orban në Hungari e tjerë, pa ju futur pjesës ideologjike, po vetëm duke parë, domethënë mbi pushtetin që ata kishin në momentin që i ishin apo janë në pushtet, gjithsesi kanë prodhuar një antikorp, i cili brenda një kohë të shkurtër arriti të përdorte pushtetin e tyre kundër tyre. Pra flasim në Serbi, një parti e krijuar nga studentët sot ka 31%, 31.5% në bazë të sondazheve që janë, pavarësisht se partia e Vučićit është në krye me sondazhe. Rasti Maxhiarit që është brenda të njëjtit kamp ideologjik me zotin Orban, prodhoi brenda një sistemi të ndërtuar nga zoti Orban që mund ta mundte me rregullat e tij të lojës. Rasti i Bullgarisë, që akoma më do të thënë se është një parti e krijuar për 3 muaj e cila arriti të fitonte zgjedhjet. Dhe kemi raste të tilla me Macronin më herët apo me Sirizën apo me 5 Stelle në Itali. Pra çfarë vengon Partia Demokratike që përtej gjithë kriminalizimit që ka bërë zoti Rama në mandatin e 4, siç po hetoni ju se të 4-tin, të 3-tin, gjithashtu. Po ka fituar dhe në të 3-tin dhe në 2-tin. Quhet fitore nëse ti përdor krimin organizuar. Çfarë vengon Partia Demokratike të arrëzoj këto barriera dhe të arrit të fitojë. Qoftë nëpërmjet legjitimimit ndërkombëtar, po mbi gjitha mbi votën e brendshme. Krahasimi mendoj unë nuk qëndron me këto vende. Sepse ne bijem në këtë kur dhe unë e vëre në përgjithësi në diskursin publik në Shqipëri. Ne themi, okay, është e vërtet që krimi organizuar pengon rotacionin, pra këtu nuk ka zgjedhje të lira të ndeshme, raporti OSBE-s së fundmi, që unë sërish nuk bie dakord që është i njëjti raport më përpara. Unë jam një nga njerëzit mendoj më kritik me raportet ndërkombëtare, se nuk më pëlqen gjuha e ndrujt që përdorin ata. Sidomos OSBE apo edhe institucionet të tjera.